أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falen dhe ndihmën vetëm për Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke folur për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila në shërben neve në çdo sferë të jetës sonë, dhe çdo herë në ta gjejmë zgjidhje të problemeve, çdo herë të gjejmë shëmbëltyrën më të mirë se si duhet njeriu të bëhet rob i Allahut azza wa jall. Dhe kemi ardhur deri tek ngjarjet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me sahabët e tij në Tebuk, dhe motivi i këtij udhëtimi ka qenë për të luftuar në rrugt të Allahut azza wa jall, mirëpo ja që Allah azza wa jall deshi ndryshe që të zhvillohen ngjarjet më tutje. Megjithse Allahu fuqiplot e dinte mirë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me sahabët e tij nuk do të takohen me armikun, nuk do të zhvillojnë luftë në Tebuk, megjithatë nuk i ndërhyri me shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta urdhëroi të kthehet. Edhe pse e dinte Allahu fuqiplot se çfarë vështirësish do të hasin gjatë rrugës, e dinte se çfarë urije do t'i kapte, çfarë lodhje, e ngjarje nga më të ndryshme të cilat i kena përmend. Megjithatë, nuk ju tha të ktheheshin, por i la që të vazhdonin vetëm për një arsye. A menduan njerëzit se po thënë ne besojmë e pastaj të mos provohen? Kjo do më thënë ish arsyeja vetme. Gjatë këtij rrugtimi dolën në shesh fytyra shumë prej munafikëve, dolën në shesh burria shumë prej sahabeve, qysh prej fillimit e deri në fund, madje dolën shesh pastaj edhe disa mësime të tëubes së pendimit të disa prej sahabëve të cilat kena me i përmend në takimet tona të ardhshme. Gjatë qëndrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Tebuk, që zgjati diku për afërsisht 20 ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam priti aty që fillimisht mos të kuptohet kjo se veç ardhen, sikur që thënë shqiptarët, veç ardhen me la gojen edhe ecën. Jo, qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty për me dëshmu vendosmërinë që kena ardhur për luftë. Edhe priten me ditë të tëra vetëm që ta dëshmojnë para Allahut azza wa jall vendosmërinë e tyre. E këtë besimtari duhet me kuptu që ka njëherë veç është nevoja që ti me dëshmu besimin tënd. Veç është nevoja që ti me tregu gatishmërinë tënde. Ndoshta Allah azza wa jall nuk çon deri te sprova për një me, ama ti mos me u kthy domethënë mbrapa, por me vazhdu deri te kufijt e mundshëm. E pastaj Allahu fuqiplot e din më mirë të fshehtën se çka do të kishte mujt me ndodhë sikur të kishte qenë ndryshe situata. E gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e shfrytëzoi kohën që të krijoi lidhje të reja me fise arabe, me vende të ndryshme që ishin në atë krahin, dhe kjo nxori rezultate. Pej marrëveshjeve të para që bëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij qëndrimi, ish marrëveshja domethënë me fisin Ejla, ose me banorët e krahinës Ejla, ku
i ardhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Yuhanna ibn Ru'bah, i cili ishte kryesuesi i banorëve të Ejles, edhe bani marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me ia dhënë gjizjen, me ia pagu domethënë taksën e gjizjes. Për shkak se e dinte që do thot nëse nuk e pagun taksën, atëherë ka mundësi do të ballafaqohet me luftime. A kështu që u morën vesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me i pagu 300 dinar në vit, ku i bike parafërsisht 1 dinar për person. 1 dinar për person, realisht për person jo çdo banor, por burra që janë në gjendje të luftojnë. Do thotë se gjizja ipet për këtë kategori. Nuk ipet gjizja për fëmijë, për gra, por vetëm për kategorinë e burrave që janë në gjendje të luftojnë. Edhe u morën vesh pra që m'ia pagu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka 300 dinar në vit, si në këmbim të sigurisë që do t'ja ofronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam banorëve të Ejles. Gjatë këtij rasti, Yuhanna ibn Ru'bah ja dhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një mushk të bardhë si dhuratë, e në anën tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dhuroi një gjybbe si peshqesh, pra si dhuratë. Atë njëjtën kohë ja shkruajti një letër në formë të marrëveshjes mes tij edhe popullit të Ejles. Në atë letër, Urwa ibn Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkroi Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi amanatun min Allah azza wa jall wa Muhammadin an-nabi li Yuhanna ibn Ru'bah. Me emrin e Allahut, mëshirëplotit mëshiruesit, kjo është marrëveshja e garancisë, ose kjo është garanci prej Allahut të lartëmadhrishëm dhe Muhamedit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Yuhanna ibn Ru'bah wa ahli Ejlata li sufunihim wa li sejaratihim wa li bahrihim wa li berrihim. Njashtu edhe për banorët e Ejles, për anijet e tënve, për udhëtarët e tënve, për detin e tënve dhe tokën e tënve. Dhimmetullahi wa dhimmetu Muhammedin an-nabi. Kjo është në garancinë e Allahut dhe pejgamberit dhe Muhamedit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa liman kana ma'ahum min kulli marrin min an-nas min ahli ash-Sham wal Yemen wa ahli al-Bahr. Edhe çdo kush që është bashkë me ta prej kalimtarëve nga njerëz të Shamit edhe Yemenit dhe njerëz të domethënë që jeton anash detit. فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. Ata që shkelin do thotë këtë marrëveshje, pasuria atyre nuk ju bën dobi për jetën e tyre. Wa innahu tayyibatun liman akhadhahu min an-nas wa la yahillu an yumna'u ma'an yaridunahu. Edhe pasuria është e ëmbël për njerëzit dhe atyre do thotë nuk lejohet që ata të pengohen nga burimet e ujit, wala tariqan yaridunaha min barrin aw bahr. Edhe as nga rrugët të cilat munden me i djeg, qofshin në tokë apo në det. Kjo është marrëveshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nënshkroi me Yuhanna ibn Ru'bah dhe popullin e Ejles. Në cilën do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha garanci për anijet të tënve, udhëtarët, e përfshini do thot me një spektër shumë gjanë. Madje edhe njerëzit që janë bashkë me ta që udhëtojnë, qofshin prej Shamit, qofshin prej Yemenit, gjithë i përfshini në këtë marrëveshje që më ju dhon garanci. Edhe kushdo prej muslimanëve, duke pas parasysh këtë marrëveshje, nuk kish drejt do thot pastaj me i cënu në tokat e muslimanëve. Ata kishin drejt do thot me ecë të lirë. Kjo marrëveshje e lun rolin sikur se në ditë sotit shtete të ndryshme që ju lëshojnë viza banorëve të huaj, e cilat dëshmojnë që ky person
ka garanci të qarkullojnë për këtë vend, ka drejtat e veta, kështu, domethënë deri në fund. E kjo marrëveshje e lunte rolin e tillë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve lidhi marrëveshje edhe me jehudët e Gjerbas, një krahin në ato anë, dhe me ta lidhi marrëveshje që ata me pagu gjizjen. Nuk u banën musliman, por vendosen me pagu gjizjen për me i majt tokat e tënve. Edhe me ta shkruaj një shkres, Bismillahirrahmanirrahim, hadha kitabun min Muhammedin an-nabi li ahli Jarba'a wa Adhruha, annahum aminuna bi amanillahi wa amani Muhammad. Me emrin e Allahut, mëshirëplotit, mëshiruesit, kjo është një shkres mes prej Muhammedit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për banorët e Gjerbas edhe Adhruhas, se ata janë të sigurt me garancinë e Allahut dhe garancinë e Muhammedit. Wa anna alayhim 100 dinarin fi kulli rajabin wafiyatan tayyibatan wallahu kafilun alayhim. Dhe ata kanë për obligim me i pagu nga 100 dinar në çdo vjet në muajin Rajab. Wafiyatan tayyibatan, të plota edhe duke mos i lënë mango. Wallahu kafilun alayhim, Allahu është kujdestar i tyre. Do të thotë me këtë fis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhi marrëveshje që me pagu gjizjen për t'ju dhënë siguri, edhe banorët e atij vendi ishin jehud. Pra jehudi. Gjatë këtyre ditëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Tabuk i erdhi një person me emrin Malik ibn Ahmar al-Aufi, i cili ish kryesuesi fisit vet dhe erdhi e pranoi islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u bë musliman dhe kërkoi një shkresë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me cilin ai do t'i thirrte domethënë njerëzit në islam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja shkruajti një shkresë dhe pastaj ja dha domethënë një garanci për atë dhe popullin e tij, në cilën shkroi Bismillahirrahmanirrahim, hadha kitabun min Muhammedin rasulillahi ila ibn Ahmar wa man ittaba'ahu min al-muslimin. Me emrin e Allahut mëshirëplotit, mëshiruesit, kjo është një shkresë prej Muhamedit, të dërguarit të Allahut, për Ibn Ahmerin dhe të gjithë muslimanët që e ndjekin. Emanen lahum, si garancion për ta me këto kushte në vazhdim. Ma aqamu s-salata wa atu z-zakata wa khalafu al-mushrikin wa addu al-khumsa min al-maghnam. Ja vendosi domethënë 4 kushte. Për atësa ata falin namazin, e japin zakatin, i kundërshtojnë mushrikët dhe e japin 1/5 nga plaçka e luftës. Nëse e respektojnë domethënë këto 4 kushte, e kishin garancin për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të jenë të sigurt në fenë e tyre. Do thotë tash është interesant këtu me kuptu faktin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ato që i përmendëm pak më herët lidhi marrëveshje. E keni sigurinë nëse i paguni këtë. Mirë po, edhe me këta që e pranun islamin, edhe me këta lidhi marrëveshje duke ja cek kushtet. Nuk e la të hapur tash, këta janë musliman, o kry, këta janë sigurt. Ama këtyre i caktoi kushte, të cilat duhet të respektohen. Që kjo do më thënë na jep neve një përshtypje dhe një mësim që nëse e dikush është musliman, i ka kushtet e veta që duhet mi respektu për të respektu. I ka kushtet e veta që duhet mi respektu për të qenë i sigurt. Se jo, thjesht, unë u bona muslimane dhe tash çdo san për mua është në të bardhë, e hapur. Jo, nëse shkilen kushtet e marrëveshjes të islamit, atëre largohet, domethënë ajo far imuniteti i personit si musliman. Edhe këtu do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja vendosi këto 4 kushte. Ma aqamu s-salah, përderisa falin namazin, janë të sigurt. Momentin që se falin namazin, s'ka siguri për ta. Wa atu z-zakat, edhe japin zakatin.
atëherë ka siguri për ta. Momentin që e nalin zakatin, nuk e japin, atëherë thehet marrveshja. E qysh marrveshja musliman me musliman? Po, musliman me musliman. Për atë e gjem Ebu Bekrin, radhiyallahu ta'ala anhu, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasaj që i luftoi muslimant, të cilët dolën e shkelën islamin e tënve, dolën nga feja Allahut azza wa jall për faktin se refuzun me e dhënë zakatin. Edhe për atë edhe është transmetohet fjala e famshme e Abu Bekrit, ka me i luftu çdo kënd që ma dallon zakatin pe namazit. Që Abu Bekri e dinte mirë këto fjalë dhe këto çndrimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i kish marrë pe ijtihadit vet. S'kish bën fare analogjie vet Abu Bekri. Ama këto e kish mbështetje në tekstet shariatike, mbështetje në tekstet e haditheve. Sikurse rasti i këtij. Ma aqamu s-salata wa atu z-zakata, përdej sa falin namazin, e japin zakatin, janë musliman, wa khalifu l-mushrikin, edhe i kundërshtojnë mushrikët, sepse këfis ka qenë në shirk. E tash, për të kalu në islam, për të qëndru në islam, kërkohet mukhalefetul mushrikin, jo me vazhdu hala me jetu, si kurse që shënkon mushrika. Me adetet të tënve, me ligjit të tënve, çdo sa ama unë musliman. Ashtu nuk ka. Ai është kusht. Mukhalefet e mushrikin është kusht. Ti smonesh, unë jetën për të si çafir e krena musliman vallaj, po falna. S'ka. Tosh, pastaj edhe problemet e tua me zgjidh me islam, gjykimin ton do shme bë me islam. E jo me vazhdu me jetu sikur jo musliman. Wa addu al-khumus, edhe me dhën një të pestën e plaçkës së luftës, se ja ka qenë obligim pra për ata musliman që luftojnë. Gjatë këtyre ditëve ndodhe një ngjarje që u bë pastaj mësim për muslimanët, një ngjarje vogël diku, po që mbiton ndërtohen norma të ndryshme shariatike. Tregon Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, thotë jam kanë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te Buk, edhe gjithë cilën thotë llogaris për vepra të mia, kështu më të mira, edhe që më shumë ti kam shpresë në to. Që pjesëmarrja e tij në Tebuk, thotë që to kam llogarit për vepra që më shumë ti kam shpresu në to që Allah azza wa jall për shkak të saj më falë, më mëshiru. E thotë gjatë këtyre ditëve, unë thotë pa ta marr një punëtor me pagesë, i cili gjatë kohës sa ishëm të Buk, u kap me një person, u grind me një person, njëri prej tyre thotë ja gic dorën tjetrit, krahun. E thotë ky e tërhek dorën me haz, edhe ja then njënin dhëm personit tjetër. Shkon thotë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërku shpagim për dhamin e tij. Se në islam ka shpagim për dham. Nëse dikon e godet ose me një formë të caktuar ja çet një dham, atë ka shpagim për ta. Dhe kur shkoi me kërku shpagim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu tha: "Yantaliqu ahadukum ila akhihi fay'addahu 'adid al-fahl, thumma ya'ti fayatlub al-'aql." Shkon njëri e kafshon vllaun e vet, sikur që kafshon devja, ose shka me thënë tash me krahasu me tëra, sikur që kafshon kali, edhe pastaj lyp shpagim për dhamin do vëhën që ju ka thy, la aqle leha, thot nuk ka shpagim për ta. E për kësaj pastaj ulemaja kanë nxjerr dispozita që nëse ti je shkaktari për një dëm që të bëhet ty, nuk lypet shpagim aty. Tosh jeni kap edhe ti pja kafshon dorën. E thashaj ku për tërhek, po ta them dhamin, edhe përshkon me gjithë ato po lyp qysh
Ti ai shkaktari, iniciatori që e ki pru punën dhe i qëtu. E s'ka aty, nuk ka aty do thot shpagim për diçka që vete ke bo. Gjatë këtyre ditëve ndodhe një ngjarje tjetër, një ngjarje do thot që na tregon për disa vlera të ibadeteve të feston. Tregon Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, thot në gjatë betejës së Tebukut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ish i ulur me shokët e tij, edhe e dëgjova thot duke e tregu një hadith, duke thënë: "Men qama idha istaqbalat ash-shamsu fatawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma qama fa salla rak'atayn ghufira lahu khatayahu fa kana kama waladathu ummuh." Ai që ngrihet në kohën masi që dielli veç është shfaq mirë, pra është fjala për mëngjes, kur lind dielli. Fatawadda, ngrihet në qatë kohë, edhe merr abdes, jo ngrihet qatë herë për gjumit, se ka falë sabahun. Është fjala do thonë, ka falë sabahun, nështë pastaj ka pushu, ose edhe masi që ka lind dielli mirë, ka orë paraditja, qohët thotë merr abdes, edhe përsos abdesin e tij, dhe i falë 2 rekate, i falen mëkatet e tij, dhe bëhet sikur në ditën që e ka lind nana. Edhe Auf ibn Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, kur e dëgjon këtë hadith, ma gjepset shumë. Tash, do thot, një naje e zakonshme që po zhvillohet mes pejgamberit ose me shokëve të tij në ditët kur kanë shku me bën një betejë. Edhe aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po tregon do thot vlerën e kësaj vepre madhështore realisht. Një vepër vullnetare që kallzon atfar interesimin e muslimanit për t'u nënshtruar Allahut azza wa jall. Pasi të lind dielli, që e quajnë disa prej dietarëve kanë quajtur këto 2 rekatet e lindjes së diellit. Mirpo ka dhe hadithe tjera për këta, po është që e koha e paraditës. Pasi që dielli ka lind mirë, është shfaq mirë mbi horizont, qohet njëri kur ndoshta që e kohë është e kohë pushimit, dikush pushon gjatë asaj kohe, dikush tjetër merret me angazhime të dunjas, me punë, me tash ky qohet merr abdes. Edhe përsos mirë abdesin e tij. Përsosja abdesit në kupton, domethënë me kushtu pej fillimit dhe në fund rëndësi mënyrës që i lanë gjymtyrët e tjera, i lanë 4 herë, i lanë mirë, nuk lanë pjesë që s'ja prek uji, që është përsosja abdesit. E thët, pastaj i falë 2 rekate. I falë 2 rekate, e ka shpërblimin me falje të mëkateve, me falje të gjunaheve, deri në atë pikë sa që kthehet sikur se në ditën që e ka lind nana, i pa mëkate. Të kjo, do të me pas parasysh që është kusht njëri mos me qenë në mëkate të mëdha. Mos me qenë në mëkate të mëdha, sepse mëkatet e mëdha kërkojnë pendim enkas për to. E mos me qenë në mëkatet të mëdha, mëkatet e vogla që ka bëhen, që kjo vepër, do të thonë pej fillimit deri në fund që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja fshin mëkatet komplet çka ka. E për ato, Uqba ibn Amir, kur e ka dëgju këtë hadith, e ka falendëru Allahun azza wa jall shumë. Ka thënë alhamdulillahi alladhi razaqani an asma'a hadha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thot falënderimi dhe lavdi i takon Allahut që ma ka bërë rizq ona me dëgju këto prej vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash, për këtyre fjalëve të Uqbes radhiyallahu ta'ala anhu, e kuptojmë edhe anën tjetër të gëzimit që do të më pas robi kur Allah azza wa jalla ja mundson me marrë një dije të re. Do të më qenë falënderues se gjahli është
sikurse errësira. Më të kap më qitë në rrugë, doon në një natë ku s'ka as han, as dritë, as kur gjë, më thënë, hajt hec. S'din as ka shkel, as a bjen dikua, nuk e din hiç, ka jaman. E gjehli është i këtill. Personi që ka gjehel, ai në jetën e tij, ai është i hiç sikurse njëri i verbër. S'është të ditë ka aty shku. Që ato e gjen, ja diku me një bidat, ja diku me një mëkat, ja diku me një diku të zhytën, sikurse njëri pa udhërëfyes. E dia ja ndriçon rrugën. Para atë dhe thotë Ukbe, është gëzuar shumë kur ka një këtë hadith me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sidomos për një vepër të këtill që ka të bëjë me faljen e mëkateve. Sepse falja e mëkateve nuk është diçka e thjeshtë. Ajo është sebepi që e shpëton njërin nga zjarri. E nëse shpëton nga zjarri, atë vendi i tij është xheneti. Me njëherë, pa prit, drejt në xhenetin e Allahut azza wa jall. E kjo është vlerë e madhe. Kur i thot këtë fjalë Uqba radiyallahu ta'ala anhu në mejlis pra, e kish pas përballë Omer ibn Khattabin, i cili kur i dëgjon thot e ta'jabu min hadha, po mahnitesh nga ky hadith që dëgjove, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jaba min hadha qabla an ta'ti. Para se me artin në mejlis, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një hadith edhe më madhështore, më mahnitës se ky. Wa ma dhaka bi abi anta wa ummi. Tash Ukbe që kishte dëgjuar të parën, u përmallu, u mallëngjyë më shumë për këtë dytën. E para ish diçka e paçmim. Më të falë mëkatet krejt çka ke bë pejt ditës kur ke lind. Nuk është diçka e lirë. Po tash e dyta ka diçka më madhështore, për ato i tha wa ma dhaka bi abi anta wa ummi, kurban e bofsha baba non për ty, çka është kjo e dyta? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha man tawadda fa ahsana al-wudu. Ai që merr abdes edhe përsos abdesin e tij, thumma rafa'a nadharahu ila as-sama'i fa qal, pastaj ngrit kokën ose syt ka qielli dhe thot ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Deklaroj se nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, të vetmit që s'ka ortak. Edhe deklaroj se Muhamedi është robi edhe i dërguar i tij. Futihat lahu thamaniyatu abwab al-janna yadkhulu min ayyiha sha. I hapen të dyert të xhenetit, edhe hyn xhenet nga cilat det do. Kjo e dyta ish edhe më madhështore. E para, falje mëkatësh. E dyta, garanci e hyrjes në xhenetin e Allahut azza wa jall, pe cilës derë që don njeri. Ama kjo nuk është e atij llojit të veprës që e bën njeri një herë dhe u kry. Kjo kërkon vazhdueshmëri. Kërkon vazhdueshmëri edhe dëshmia e këtill që o përmend hadith, do të më qenë dëshmi reale, dëshmi që njeriu e kallzon me punët e tij. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Me dëshmu që veç Allahu është ai i vetmi që s'ka ortak, e ti veç atë adhuron. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edhe dëshmoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Momentin që këtë e thenti me veprat tua, atëherë kështu në aspektin e jashtëm bëne sa dush, nëse ti e shkel me veprat e tua. Nëse do thot ki dikon që adhuron përveç Allahut, shirk i madh ose shirk i vogël këtu hyn. Shirk i madh e çet pe dinit krejt, ato tani s'ka shpresë për xhennet hiç, po nëse ka shirk të vogël, njëri që i bën veprat ka njëherë për hir dunjas, ose i bën veprat për hir dikuna që më pa, ajo është shirku i vogël.
i cili është më i fshehtë se sa që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dabibun naml, gjurmët e milingonës që ec. Milingona vetë është e vogël. Kam të saj ka më të vogla. E gjurmët që lanë janë më të vogla. E shirku i vogël është që ka që fshehtë për njeriun nëse nuk është në syçel, nëse është gafil. Atëherë është sfidë minajt, po nuk është e pamundur, po është sfidë. Prandaj edhe ky hadithi dikush do me lexu në atë farë ambalazhin e jashtëm, mendon që vepër shumë e lehtë për me arrit një shpërblim shumë të madh, nga të cilat dush e xhenetit me hy. Nuk është e lehtë, do kështu me vepra e kena veç një njeri që pejgamberi ka thënë ti je çaj petënve o Abu Bekr. Abu Bekr i ka thënë ty kanë më thirr inshallah, do të thënë 8 dyert e xhenetit me hin nga cilat dush. Andaj nuk është e lehtë. E kjo vepër e këtill nuk arrihet lehtë. Por duhet punë. Edhe duhet me dëshmu shahadetin tonë. Me dëshmu që veç Allahu është ai që adhuron, po edhe me dëshmu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pejgamberi i tij që ti e ndjek, se ndjek filanin e fistekin, që dalin xhahila thënë, po në rregull ky hadith ose ky parimi e Ahlus Sunnetit, po ka thënë filani. A ki aty në shahadet wa ashhadu anna filan Rasulullah qysh? A ki Muhammed Rasulullah? Nëse ki Muhammed Rasulullah, dëshmoje që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai që ti e ndjek. Edhe para ti çdo kush bjen. Pa marrë parasysh kush është. E nëse e bën këtë edhe me vepra, atëherë ka kuptim shahadeti jot wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Po kjo është një vepër që besimtari nuk duhet me e neglizhu. Sa herë që e ka mundësinë me plotësu abdesin e tij, me marrë ç'është duhet abdesin e tij, edhe le ta thot këtë në fund mas abdesit, me shpresë që me kalimin e kohës ka me arrit statusin edhe shkallën e tij. E nëse i bashkon këto të dyjat, atëherë është edhe më mirë. Do thënë në paradite kur dielli veç ka lind, çohet merr për sos abdesin, e thot që to ashhadu an la ilaha illa Allah në fund, edhe i fal 2 rekate, duke mos e çu mendjen dika tjetër, por duke qenë i përqendruar në to, atëherë fiton edhe faljen e mëkateve, edhe mundësinë për të hyrë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, nga cila do derë e xhenetit. Pra këto hadithe, këto këshilla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha sahabeve gjatë rrugës gjatë këtyre ditëve të Tebukut, e që mos me pas kur gjë hiç sahabët. Kur gjë shpërblim tjetër. Veç fakti që i kanë dëgjuar këto 2 hadithe, ja ka vlet komplet rruga që kanë bërë pej Medinës në Tebuk. Këtu pastaj i shohim edhe rastet e brezave të parë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke nisur edhe pej sahabëve të ri, po edhe tabiint, brezat e artë, që kanë marrë rrugë, kanë kalu qytete e shtete, për me shku te filani me pyet për një hadith. Ka pas raste kur kanë ditë hadithin, ka shku pej Medinës, ka shku në Egjipt. E ka taku sahabiun tjetër, ka thënë, kallëzom, a ki dëgju ati pejgamberin sa sem të thënë kështu. Ai ka thënë, po, e kum dëgju, të thënë kështu. Që të deshta, ditën, u rrimore se buj son të bele, ja, unë që ka që pata. U këthyja petë në Medine. Të sahabët, pastaj këto i gjeme dhe tek tabinet e gjëratët mas tabinve, për një hadith kanë bo kilometra. Paratë edhe pastaj dia atyre ka pas bereqet. Se për dijen sa më shumë që sakrifikon, çaq më shumë ki bereqet në ta. Sa më shumë që lodhesh për çat dije që e merr, çaq më shumë ka bereqet. Nëse e shtrydh veten për me marr dije, atëherë çajo ka më të pru fryte.
A kime pa që atë dijen praktikën tënde, kur jeton, kur ec, kur e sheh. Për ato ka raste kur njëri për shembull dëgjon derse, dëgjon ligjërata, po nuk e sheh praktikën e tij. Se sheh praktikën e vet përmirësimin kur gjëhesh. Pse? Se ka mundësi i dëgjon, i qet ato dëgjuesit në vesh, edhe nga ligjërata 1, 2, 3, 10 në ditë i dëgjon, a shumë po dëgjojnë. A mos ka sakrificë në të hiç. Pra, vlera e dëgjimit të marrjes së dijes drejt për drejt, edhe vlera e marrjes së dijes nëpërmjet metodave të këtilla dallon shumë. Dallon shumë. Sepse ai që sakrifikon çohet pej e lan domethënë komoditetin e shtëpisë, e lan komoditetin e familjes, edhe harxhon çebesa, edhe vjen e dëgjon hadithin, e dëgjon ajetin, e dëgjon rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historinë e tij, ai ka bënë një sakrificë. E vogël, po kryesore është sakrificë. Aty shpresohet me pas bereqet. Prandaj, do thotë le të kihet kjo parasysh. Gjatë kryet ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzoi kohën edhe e dërgoi Khalid ibn al-Walidin radhiyallahu ta'ala anhu me 420 kalorës tek Ukejdir ibn Abdul Malik në Dawmatul Jandal. Një krahin me emrin Dawmatul Jandal, ku jetonte fisi Kinde, edhe Ukejdir ibn Abdul Malik ka qenë mbreti i këtij fisi, e ka qenë i krishter. Në populli i tij kanë qenë të krishter. Edhe dërgoi Khalid ibn al-Walidin dhe i tha: "Innaka satajiduhu yasidul baqar." Kur të shkon atje, ki me gjet duke gjujt lop. Realisht është fjala për lopët e egra që kanë në atë krahin. Thotë ki me gjet duke gjujt lop. Në gjuhëti të lopëve. Se të na fjala me gjujt e ka një kuptim tjetër. Po duke gjujt apo në gjuhëti të lopëve. Dhe niset Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kur shkon tek kështjella e Ukejdir ibn Abdul Malik, e gjan atë natë, në një natë domethënë të qeltë, ku qielli ishi pastër dhe shihej hana, kishte dritë domethënë të hanës gjatë natës, dhe Ukejdir ibn Abdul Malik kishte qenë në kulmin e shtëpisë vet ose në terasën e shtëpisë vet, së bashku me gratë e tij. Dhe gjatë bisedës me gratë e tij, njëna prej grave, domethënë aty vin disa lop, edhe shkojnë tek kështjella ose te shtëpia e këtij Ukejdirit, i kruhen aty pare, e brinte vetë i kruhen aty pare. E njëna prej grave i thot: "Hal ra'ayta mithla hadha qattu?" A ki pa në herë kështu? Ai thot: "Jo, pashallahu." Thotë: "Kush e lan këtë shans?" Donë ato lopë të egra që kishin aty pare, kush e lan këtë shans? Edhe ky thot: "Jo, askush." Edhe e merr kalin, e përgatit, e ndreq, i merr edhe njerëz, domethënë të familjes vet, së bashku me vllaun e vet Hasanin, e dalin për mi gjujt atë lop, në gjuhëti të atyre lopëve. Posa të dalin, e takojnë Khalid ibn al-Walidin me ushtrinë e tij. Aty e nisin domethënë një luftë e vogël, ku e zën Khalid ibn al-Walid, do thotë e nxan rob Ukejdirin, ndërsa vllau i vet Hasani, vllau i këtij Ukejdirit, vritet, e pjesa tjetër e ushtarëve gjithë ikin edhe e lojnë vet Ukejdir ibn Abdul Malik. Bisedon Khalid ibn al-Walid me këtë person edhe mirët vesh me ta që për mos me vra, qëllimi i Khalidit ishte me çute pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për mos me vra, bisedon që ky me pranu si lloj gjizje ose si lloj më ia dhën si lloj dëm shpërblimi për me çliru Dawmatul Jandal atë krahin, më ia dhën si pagesë 2000 deve, si plaçka luftës, pra 2000 deve,
pastaj 800 dele, 400 kësi farë parzmore, 400 shtiza, heshta, gjitha këto si pagesë të plaçkës së luftës. Aty Khalid ibn al-Walid e zgjath, domethënë atë farë që është Safiju Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ajo pasuria për plaçkës së luftës që i ka taku komandantit suprem. Dhe çdo ku që muslimanët zhvillojnë luftë edhe marrin plaçk, komandanti suprem, do komandanti i përgjithshëm i ushtrisë që ka shkuar në atë luftë, ka drejt me zgjedh nga plaçka, hala pa u nda, ka drejt me zgjedh diçka çka don, e me marr për veti, pastaj me u da plaçka e luftës. Edhe këtë domethënë sahabët e dinin, edhe Khalid ibn al-Walid e zgjat domethënë një pasuri që për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë një deve ose ku diçka. Edhe pjesën tjetër e dajnë si plaçk të luftës mesin e ushtarëve të tyre. Edhe e marrin këtë Ukejder ibn Abdul Malik, edhe qënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku bëjnë marrëveshje për me dhënë gjizjen, si taks për sigurinë e tyre. Pastaj Ukejder ja dhuron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pashtu një mushk. Këtë shohim në disa herë duke u përsërit, sepse ka qenë tradite arabe atëherë, po edhe shoqërive atëherë që në rast të marrëveshjeve ose kur ka pas delegat mes dy shteteve apo ushtrive, atë delegatin që ka ardhur e kanë nderuar me diçka. Po edhe komandantët ose udhëhecit kanë shkëmbyer dhurata. Edhe këtu e gjejmë që Ukejder ja jep pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një mushk dhe një farë gjybbe prej mëndafshi të holl i thurur me ari. E dihet që kjo nuk ka qenë lejuar për meshkujt. Mirëpaj, ja dhuron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit kur e shohin këtë gjybbe, aq e butë dhe e bukur e thurur prej ari, mahniten shumë, prej tyre mahniten kur të shohin. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot e ta'jabuna min lini hadhihi, apo mahniteni nga njëmsia edhe butësia e kësaj rrobe? Lamanadilu Sa'd ibn Mu'adh fi al-jannati khayrun minha wa alyanu. Mindilet e Sa'd ibn Mu'adhit në xhennet kanë me qenë shumë më të mirë se kjo edhe më të butë, më të bukur. Mindilet. Domthon, mos të flasim pastaj për teshat e për gjëra të tjera që i veshin banorët e xhenetit. Po thjesht mindilt kanë me qenë shumë më të bukur se tesha më mirë e dunjas. Edhe këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ja tha këto fjalë sahabëve që mos bëra në kurthin e dunjas. Dunjaja mundet me ofru njerëzve çmos. Edhe njeriu vlerëson me atë sa ka dije. E sa në pa i pa, vështirë është me perceptu. E xhenetin njerëzit e thjesht se kanë pa kur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa, po njerëzit e thjesht se kanë pa. Edhe nuk din me vlerësu sanet pastaj me ato të xhenetit. E vlerësojnë me dunjas. Edhe i ofrohet njerit një diçka e bukur e dunjas, a mahnitet me ta. Deri në atë pikën sa që ja hub fokusin pe xhenetit. Edhe bjen deri në atë pikën sa që njeriu mendon që ka me jetu në dunja për gjithë. Sikur që ka përmend Allah azza wa jalla në Kur'an rastin e atyre dy pronarëve të kopshteve. Njëri ka pas kopshtin aq të bukur, ka pas edhe familjarë, fëmijë kështu me radhë. Ka pas kopshtin shumë të bukur, deri në atë pikën sa që një ditë kur ka hyrë në kopshtin e vet, aq shumë është mahnit. Tash pa më çka të mahnitet, pe një kopshti. Aq shumë është mahnit, sa që ka thënë edhe me shku te Allahu, pse s'ka besu, po masi po thonë njerëzit, edhe me shku te Allahu kur s'muj me gjet
diçka më të bukur se kjo. E kjo ka qenë kufër për ti. Ama pointa është që diku e bjen njëri në dunjaja. Nëse nuk e ka një dikush që e zgjon prej gafletit. Një mund të më ranë në gaflet. Ndoshta me një vetur, e blen një vetur, edhe sa herë të she e lojnë mend. Pa, kush ka kësi? Për në xheneti, ato pralla janë ato. Çto po mujnë me pa, me preke, me hype, me vazite, ato janë, në ka ardhë, sikur këta gjahila që thënë, ka ardhë një kush më në kalëzu pjaneta. E mundët dunjaja me për një ndenë këtë pikë. Që ato do të me pas një farë qekiqi që të rinë kryje, kër të kapë që këtë gaflet, tak, më të mshu pak. E pejgamberi sa them, kër i pak shu që o mahnitin për një robë, po që ditë me qëto a? Me qëto po mahnit në a? Po mindilet e Sadit në xhennet kanë nuk kanë më të mirë se kjo. A njeri që mas pakti ka me pas në xhennet, begatit e ti kanë me qenë më të bukura se dunjaja. S'ban njeri me u mashtru pe dunjas. Po dhe me pas begatit e xhennetit në dunja, shpinë dhe me pas me tullatarit e të argjendit, tokën e shtrume me diamant, shërbëtor të ndryshëm me ushqimin nga më të bukurat, më të mirat, më të shishmet, gjitha këto mi pas në dunja. Nuk ja vlen se e din që një ditë kemi lanë. Që është domosdoshmë realiteti i dunjas. Një ditë kemi lanë. Po mi pas të mirat që të dunja, ku jemi tash. Amo në xhennet, ja kish vlet. Se xhenneti është për gjithë. Për gjithmonë. Si është vesh një shtëpi të këtujt me pas një çka më thënë, një apartament, një banesë, një shtëpi të këtujt me pas. A një vetur të këtujt me pas. Ushqimet e këtujt. Amo për gjithë me jetu, ja vlen. Për ato i sheh domethënë njerëzit e dunjas, ata që se besojnë dinin e Allahut Azza wa Jall, i sheh që bëjnë çmoz veç me arrit çeta. Në çet dunja me jetu për gjithë, me jetu për jetshëm. Është ata të lë çfarë shkencëtari del të lë çfarë zbulime, a mujna me arrit përjetësin nëse e ngrin trupin në si far dhoma që ngrin trupin edhe mas disa vjetë qohët ose ata tjerë qysh me arrit mendje në njerët me shtin në maqin në robot, në trup të robotit që mas një nej bjen me jetu për gjithë, ama në trup të robotit. Hargjohen miliona, veç qysh me zbulu me jetu për gjithë në dunja. E qëketit nuk e din që ajo është e pamundur në dunja. Pejgamberi sa me ka përmend që çdo sëmundje e dunjas se ka shërimin e vet përveç pleqërisë e vdekjes. Pleqëria e vdekja nuk ka. Me hime pa domethënë nëpër internet eksperimente të ndryshme. Ai njëri që u bë famshëm, domethënë ai pe mëngjesit kur po u çoke, kish plot njerëz që pirrishin krye e sa analizën pe bojke gjatë ditës, e sa rreze pjalçojke trupit vete, ushqimin me miligram pe hajke, s'di çfarë bojke, veç me majt veten matri. Gjasë mos mu plak. Edhe për çka? Për dunja. Shatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i pa kështu sahabët, domethënë i kfilli pak pe gafletit. Mos mashtroni me këtë dunja se edhe më kon shumë e bukur e mirë, ajo ka fatin kur ke me humb. Edhe ja kujtoj xhenetin, ja kujtoj ahiretin, që atje thjesht një mendil me pas është më i mirë se dunjaja që kanë ta. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë këtyre ditëve e shfrytëzoi kohën edhe që me i bë davet një perandorie të madhe. Perandorisë bizantine, që ka qenë njëna prej dy perandorive më të mëdhaja në atë kohë. Sigur tash për marrëm shembull që është ane Amerika, këne Kina ose Rusia. Tash më çon një shtet i vogël edhe me atë ftesën një kryetarit të Amerikës ose kryetarit të Rusisë ose të Kinës me atë ftesën që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja jep mision pejgamberi alayhis salam sahabi Dihya al-Kalbi. Ai kujtot Dihya al-Kalbi. Për çka është i njohur Dihya al-Kalbi? A din dikush? Dihya al-Kalbi.
do përmenet për një send të veçantë që veç këtij i ka ndodhur. Domethënë Xhibrili alayhis salam sa herë që ka marrë formën e njerit, e ka marrë një formë që i ka përngjah shumë Dihjet el-Kelbi. Sa që dikush kur e ka pa, ka menuar që ky është Dihje, radiyallahu ta'ala anhu. Edhe pejgamberi alayhis salam ja jep mision Dihjet el-Kelbis që me shku tek Herakliu, perandori i Romës, edhe me ja paraqit mesazhin, me thirrë në njënën prej 3 gjanave. Tregon Said ibn Rashid radiyallahu ta'ala anhu, Said ibn Abi Rashid ose rahimahullah, sepse ka qenë për tabinëve, thot e kum taku një person që është quajt et-Tenuhi, i cili ka qenë delegati i Herakliut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ka jetuar në Hims. Njëherë ka qenë do një krishter, pastaj u bë musliman, e ka qenë pej tabinëve. Sepse u bë musliman masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë kum taku në Hims, e kum pas kujshi, domethënë afër, ka qenë një shtyr në mosh, gati para deke, edhe një ditë për ditë thot e kum pyet, kum thënë, tregom rreth asaj dërgesës dhe shkresës që Herakliu ja patçu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shkresës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja patçu Herakliut. A ky thot, po do të tregoj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur paton në Tebuk, e pa dërgu tek Herakliu Dihjet el-Kelbiun radiyallahu ta'ala anhu me një shkresë. Edhe kur e pa Herakliu kështu, i të boj priftrit e vetë dhe ato farmurgjit që i ka pasë dhe komandantët, gjithë domethënë njerëzit me rëndësi të pallatit vetë. I të boj mrena në pallatin e tij, i mbylli dyrt edhe i ju drejtu me këtë fjalë. Ju tha, ka ardhur ky personi për cilin pe dini për kën është fjala, ka ardhur afër neve aty ku e keni pa. Edhe ma ka qu një letër duke më thirr në 3 gjana. Po më thirr që me ndjek fenë e tij, apo me ju nënshtru, me ja pagu gjizjen për tokën tonë edhe me toka ajonja, apo e treta më në shpall luftë. Këto 3 kanë qenë gjithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku diku, edhe sahabët e tij kur kanë shku me çliru një vend, ja kanë dhënë këto 3 opsione. Apo doni më bë musliman, edhe kush s'ju prek, apo po doni me qëndru në tokën e juaj, çush jeni, po me pagu gjizjen, apo po doni luftën. Apo pastaj njerëzit e kanë zgjedh atë që kanë desht. Dhe thot, pastaj ju tha Herakliu, wallahi laqad araftum fima taqra'una min al-kutubi la ya'khudhanna ma tahta qadamayya فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا من أرضنا. Pasha Allahun, ju e dini mirë prej librave që i keni lexu, edhe i lexoni. E dini shumë mirë se ky person ka me marrë pushtetin deri këtu në kom të mia ku jam une. Andaj unë po ju sugjeroj ta ndjekim dhe ta pasojmë, ose t'ja japim pasurinë tonë për me shpëtu tokën tonë. E si dëgjun këto fjalë priftrit edhe komandantët që ishin aty, me njëherë u bo zhurmë me madhe, ja nisën me bërtit, sikur që shplet lopa. Ja nisën aty parë me bërtit, do më ngritzanin, ty desht me dalë, do më thënë pej pallatit, dhe i thanë, të dëuna ila an nada an nasranije, au në kuna abiden li arabijin gjae min el Hijaz, po na thirë, po na bën ftesë që me e braktis krishterizmin, apo me u bë robër të një beduini që ka ardhur si ujdhesën arabe, që i do më thënë sa të pasinqert. Ata kanë qenë dietarë të popullit tënve. Në priftrin kanë qenë dietarë të popujve të vetë. Edhe i kanë ditë libra të shenjtë. Po me gjithë ato, çfarë përgjigje ja kanë dhënë?
po na thirr që me lënë krishterizmin, fen që e kena pas, apo mu bë robër të këtij beduini që ka ardhur. Edhe pse e kanë ditë, çush ja ka përmend, do thotë, pra edhe vet Herakliu ka pas dije që pejgamberi sa ka më ardhur. Mirë, po nga frika që Herakliu, nga frika do thotë që këta pastaj kanë me u rebelu ndaj tij, kanë me i prish njerëzit dhe kanë më çu njerëzit me u rebelu po ashtu ndaj tij, kanë me largu pe pushtetit e kështu me radh. Herakliu ju drejtu tha inna ma qultu dhalika lakum li a'lama salabatakum ala amrikum. A veç i thash këtë fjalë me ju provu se sa jeni të qëndrueshëm në fenë e juaj. Që kaq. Edhe me këtë e të kaloi domethën atë to llovi që u bë, pastaj tha firmani njëri që din me shkrua me lexu, e din arabishtën mirë, që t'ja dërgoj këtij personi përgjigjen me shkresë. Edhe kanë e thirrën që të personin që tham e ka emrin do të thotë transmetuesit të ngjarjes që ka qenë nga fisit të Nuh, që i ka thënë et-Tanuhi. E thirrën këta, edhe i tha Herakliu, merre çet letër, çoja këtij personi pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot çdo sen që e nin tu i fol, majen men mirë. Kur të shkon atje, maja thot men mirë, sidomos tri gjana. Tha këqyre, apo përmend diçka rreth shkresës teme që unë po ja kthej. Apo përmend diçka rreth shkresës teme. E dyta, këqyre mirë që pasi ta lexon letrën, shkresën që unë ja çoj, mos po përmend diçka natën. Kur ja çon shkresën, kur ta lexon, mos po përmend natën. Edhe treta, thot mundohu me ja kçysh shpinën e tij. Mos ka një sen në shpinën e tij që doket e pazakonshme. Edhe thot të Nuhiu, do të në mora letrën, edhe unisa shkova në Tabuk, dhe shkova tek tek kampi ku ishin musliman, edhe pash një grup njerëzit që ishin ul duke qëndru. Shkova afër tyre dhe i thash ejnë sahibukum, ku është ai kryesori juve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte mesin e tyre. Ai thënë ha hua dha, që ty koka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pështjallën me një çka më thon me një tash ajo s'është çebe, po në peçuj çebe, me një pelerin veshje arabe, i pështjallën me një pelerin mesin e sahabëve vet, edhe afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja jep letrën, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e marr letrën e tij, e lan prahën. Ai thot mimmen anta, thot pekajtje, thot ana ahadu Tanuh, thot unë jam një banor i Tanuhit, ose i fisit Tanuh. Hala pa lexu diçka letrën, pa marr ma shumë material, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot hal laka fil islami al hanifiyyati millati abika Ibrahim, thot apo don me hyn në islamin e pastër, në islamin e çiltër, feja e babës tënd Ibrahimit. Do thot njëherë pyeti pe kajtje e banorët e Tanuhit ose këtij fisit Tanuh e dinte që kanë loz lidhen te pejgamberi sallallahu te Ibrahimi alayhis salam. E para t'ja bani kët ftesë. Apo don me hyn në islamin e pastër, fenë e babas tënd Ibrahimit. Ky ja ktheu tha inni rasulu qaum. Unë tha jam i deleguar i një populli, edhe në fenë e tënve. Andaj tha nuk kthena pe fesë deri sa të kthena tek ta. Nuk kthena pe fesë teme deri të kthena tek ta. Gjëja se kjo llogaritje pe burrnis që më kthy te ta çush ka dal. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dëgjoi këtë fjalë, filloi me buzëqesh edhe lexoi ajetin innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ti nuk mundesh me udhëzu kënd ki qef, pa Allahu e udhëzon kënd do ai. Allahu e din mas miri kush janë të udhëzuarit.
Epse pejgamberi sa kish qef ky person me udhëzu, po udhëzimi është në dorë të Allahut. Udhëzimi ndodh me vullnetin e Allahut. Edhe vazhdoi tha ja e khatë Nuh, o vllau i fisit të Nuh, inni katabtu bi kitabin ila Kisra famazzaqahu wallahu mumazziquhu wa mumazziqa mulkihi. Tha unë ja kom qenë një shkres Kisrajt, perandorit do më thënë të Persis, edhe ai thot e ka shky atë shkresën që ja kom qu, e dije se Allahu ka me shky atë edhe pushtetin e tij. Tha wa katabtu ila an-Najashi bi sahifatin fa kharraqaha wallahu mukharriquhu wa mukharriqu mulkihi. Edhe tha ja kom dërgu një letër Najashijut, i cili thot e ka djeg atë letër, e ka shkatëru atë letër, edhe Allahu ka me djeg, ka me shkatëru atë, dhe ka me shkatëru pushtetin e tij. Fjala është domethënë për një Najashi tjetër, jo ai për cilin u bë musliman, jo për Ashaman rahimahullah, po për një Najashi tjetër. Thot wa katabtu ila sahibika bi sahifatin fa amsakaha. Dhe ja kom shkru një letër këtij mbretit ose perandorit tant, edhe ai thot e ka majt për veti. Se ka shky, se ka gju, se ka prish. Falan yazala an-nasu yajiduna minhu ba'san ma dama fil 'ayshi khayrun. Tha prandaj njerëzit kanë me vazhdu me e pranu si udhëheqës si perandor përderisa ka hajër në ta. Përderisa ka hajër domethënë në jetën e tij. Me meditu vllazni pak qëtu, domethënë se është me rëndësi. Është me rëndësi, këtu ka një mesazh për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ja ka potencu këto gjana këtij personi. Me qenë mesazh për gjeneratat më tutje. Ati ardhi shkresa, i ardhi mesazhi, edhe mënyrën çush e trajtoi mesazhin e Allahut dhe mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çashtu e gjeti trajtimin pastaj prej Allahut azza wa jall. E shkeu letrën, edhe ashtu i ndodhi perandoria e tij persiane ju shkyu bë cop-cop. On perandoria persiane pastaj është bë cop-cop. Dije domethënë djali vet u çu e vrau babën e kështu me radhë, edhe u da perandoria e tij u bë cop-cop. Derisa musliman pastaj e çliruan. Edhe ai tjetri e shkatërroi domethënë letrën që ja çoi, edhe ja shkatërroi Allah azza wa jall jetën e tij edhe pushtetin e tij. Ky tjetri e mori letrën, nuk e pranoi mesazhin, po thjesht letrën nuk e përbuzi. Edhe Allah azza wa jall e trajtoi në të njëjtën formë. Subo musliman, po e mbajti pushtetin e tij sa i gjallë. Ky është mesazh për çdo njeri, fillimisht, po për çdo musliman në veçanti. Kur të vjen mesazhi hyjnor, të vjen qoftë një hadith, qoftë një ajet, mënyra që ti qasësh ndaj këtij argumenti, çashtu Allah azza wa jall ka më trajtu ty. Momentin që qasësh ndaj argumentit me përbuzje edhe në nënçmim, çashtu ka më të përbuzë më të nënçmu Allahu azza wa jall. Momentin që je përparësi fjalës dikujt karshi fjalës së, karshi argumentit, çashtu Allah azza wa jall ka më dhënë përparësi dikujt tjetër karshi teje. Domethënë, çush e kiti trajtimin ndaj argumenteve, çashtu Allah azza wa jall ka më trajtu ty. Sa ti pranon argumentet edhe munohesh me jetësu, çash ka më të ardhur udhëzim. Çash ka më të ardhur udhëzim. Momentin që ja nisish me i neglizhu argumentet, çash Allah azza wa jall ka më të largu udhëzimin. Momentin që ja nisish me i dhënë përparësi dynjas karshi argumenteve, çashtu Allah azza wa jall ka më dhënë përparësi dikujt tjetër karshi teje. Për ato e gjen pastaj filani valla me vite ka vazhdu, ka ngu ligjërata, ka ngu derse, ka prezantuar në mexhlise, edhe më hupi s'është kërku. Pse? A dini pse? Se e ka trajtu Allahu, çashtu ai çush i ka trajtu argumentet që i kanë ardhur. Prandaj këtë duhet me pas parasysh ne si musliman.
Dhe thot, domethënë ky person at-Tanuhi rahimahullah thot, këto që ma tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njëna prej gjallave që pat këshillu perandori me i kushtu rëndësi. Se çka tha? E para që kishte lënë amanet perandori tha, "Këtyr çka po thot për letrën që kam ia çu?" Dhe sa çka tha? Letrën që ja çova ai e majti, Allah azza wa jall kam ia lënë pushtetin e tij. E mori ky një shigjet pej shigjetave që i kish, ja nisi me shkryt diku me një vend mesazhin fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa më domethënë Qafiri, momentin e kufrit ti, pi dëgjon hadithet fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pi merr pi shkruan se kanë rëndësi. E ti shem muslimant i dëgjon që besa i postojnë në për rrjete sociale, bonohet mu bëjnë interesant me ta e s'diçka, praktik ti s'ka kur gjo pe aty në çka i poston. Kjo është, domethënë, sprova këtij zamani. Kjo është sprova këtij zamanit, i sheplet njerëz, vjen dita xhumo, mesazhe për xhumon, çoni salavat, bëne këta, një salavat s'del pe gojës ti. Je poston ty çfarë hadithe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu ajeti, kështu, kur të shin praktikën e vet larg është prej saj. Ti pastaj merresh në pyetje. Pse je bë sikur ai populli që i këshillojnë tjerë të vetën e lënë mbrapa. Nuk ban ashtu. Njëherë praktikoj vet. Mundohu me i praktiku vet. Që pastaj kur ja thu dikuna tjetër, me pas ftyrë kur ja thu. E ky mori shkruajti ato që ja tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot ja dha shkresën që ma kish dhënë perandori. Realisht ja kish dhënë më herët shkresën që ja kish dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot i pyeta kush është ai që i lexon shkresat këtu, ja lexon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkresat. Ai thon Muaviu, është fjala për Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Edhe thot e mori Muaviu me lexu, edhe në të shkres e kish shkru tad'uni ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin fa ayna an-nar. Kjo është përgjigja e kujt? Herakliut. Je duke mftu për në xhenetin i cili është i gjanë sa qiejtë dhe toka, i cili është përgatit për njerëzit e devotshëm. E ku është zjarri? E ku është zjarri? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha subhanallah, ayna al-laylu idha jaa an-nahar. Tha subhanallah, ku është nata kur të vjen dita? Ku është nata kur të vjen dita? Do thotë se atë krishterët e dinin ku është vendi i xhenetit, ku është vendi i xhenetit, ato farë përshkrimet e xhenetit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ku është nata kur vjen dita. A zhduket nata kur vjen dita? Nuk zhduket. Çashtu, domethënë se kjo është një pyetje, ç'më thën, si strategjike. Ti po thu që është një xhenet i madh sa qiejtë e toka. Hënë që ky xheneti penzika komplet hapësirën. E ku po me xhenemi pastaj? Ti po thu, është i madh sa qiejtë e toka, penzika qiejtë e tokën. E ku është xhenemi? Që ato përsa më ja ktheu, ku është nata kur të vjen dita? Ku mbetet nata kur të vjen dita? A zhduket? Jo. Pse e sheh ditën, s'do thotë që nata është zhduk. Pse e sheh xhenetin i cili është sa qiejtë e toka, s'do thotë që xhenemi s'ekziston. Edhe mor ky Tanuhiu edhe këto peshkrun, se thotë kjo është e dyta që më porositi perandori. Tha, masi ta lexon shkresën time, në goje mos po përmend natën. Apo jo sa më përmendi natën, tha ku është nata ku gjen dita. Sa e dike që përgjigja kësaj pyetje është vetë ç'kjo. Edhe këtë gjen në për shpallit e pejgamberëve. Edhe dike që në pejgamber që të përgjigje më të më dhon. Pra i tha, në goje mos më përmend natën kur ta lexon shkresën. Mas e lexoj shkresën,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha inna laka haqqan wa innaka rasul فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر مرملون ti tha ki e ki një hak sepse je i deleguar ato që përmendëm pak më herë ka qenë tradit të deleguarit me nderu me diçka tha ki hak se je i deleguar ama sikur të kisha gjetë diçka me cilën muj më të shpërbly të kishëm shpërbly ama jena në udhtim edhe kena me të pa kur gjë atë moment dikush pej sahabëve që ish në turm tha ana ujawwizuhu tha unë e shpërblej me diçka edhe thot ky Tenuhi thot ardhi një person edhe mi solli një par tesha një komplet teshash hulli do të thënë hulla që i kanë thënë teshat sipër më të poshtme të cilat ishin sufrije teshat njohura që kanë qenë nga një vend i Jordanit e thot mi dha ato tesha e i thash men sahibul jaize kush është ky që po më shpërblen tha emrin e kom Uthman është fjala për Uthman radhiyallahu ta'ala anhu pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ayyukum yunzilu hadha ar-rajul a ka dikush që e merr këtë person të musafir në tendën e tij u çunjori tha pensare tha unë do ta marr edhe thot dulëm pe tendës unë isa me personin me këtë ensariun hala pa shku larg Anita thot zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të thënë ta'ala ya akha Tanuh ktheu o vllai Tanuhave a thot u ktheva apet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe u ulëm çush kem më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çeli shpinën e tij e largoi teshën që e kish edhe më tha ha huna imdi lima umirta lahu tha që krye misionin që ta kam dhënë se e treta çka ish e treta perandorit këqyr mos përshet diçka në shpinën e tij të pazakon jashtëzakonshme e jarë shpallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thirrë e tha shplë shpinën tha që krye misionin që ta kanë dhënë tregon ky Tenuhi do të pash në pjesën e mbi supin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta pash domethënë një pjesë që dokej sikur vul sikur ju që keni bë hijame që keni pa ndonjëherë ai hijamisti kur të çet atë far tasin edhe e thith me ajër që fryhet domethënë të çashtu e kish pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpinën e tij vulën e pejgamberisë. Dhe kjo është domethënë ajo far mesazhi që perandori ja kish kërku me e hetu. Kjo kallzon që subhanallahu çysh i ka ditë ky perandor këtë gjallë në detaje. E para, çka ke? Apo thot nësen për shkresën tëme. E dyta, apo përmend natën masi ta lexon shkresën. Edhe treta, një detaj në trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai këto mesazhe i ka marrë veç pej librave, pej Injilit që kanë pas. Diku tjetër jo. Në detaje i është përshkruar që kështu ka më ndodhur në bazë të transmetimeve që i kanë marrë domethënë të krishterët prej Isa alayhis salam, prej Musa alayhis salam, sikur se tashmë që i marrim hadithet, se disa sa janë të shkruar në librin e shenjtë e disa janë pastaj transmetime. Edhe ata i kanë pas disa shkruar në Injil, disa transmetime prej shokëve të Isa alayhis salam. Edhe Isa alayhis salam ja u ka përmend këto. Edhe në librat e tyre domethënë ai e ka ditë në bazë të librave e transmetimeve që i kanë pas se ka me ardh, ka me çu delegat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te perandori i Romës, edhe ka me ndodh kështu e kështu, ka me thënë kështu e kështu, detaje. A me gjithë ato çka? Nuk beson. Nuk beson. U bë çka? U bë koprac me pushtetin e tij. Nuk deshte që me i hub pushtetin që e kish, sta e gjenë, domethënë, trajtimin që i takon te Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është mesazh tjetër që njeri ka shit vërtetës, do të edhe nëse është njeri burr shteti, është burr me pozit, do të më bë
Ashama an-Najashi, jo Herakl ar-Rumi. Më ba, si kurse Ashama an-Najashiu, që u kënë në gjendje me sakrifiku pushtetin e ti, çdo sen ti, veç me ndjek rrugën e drejtë. Nësa ky tjetri e ka ditë, ka besu që ky është pejgamber për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ka ditë shumë mirë, mos ka desht me lënë pushtetin e tij, edhe pastaj e marr trajtimin që i takon tek Allahu azza wa jall. Prandaj duhet pas kujdes muslimani që këtu gjejmë domethënë patëm mesazhe shumë të ndryshme rreth proporcionit dunja ahiret. Dunja ahiret. Ato që ka i përmendur më herët, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që jau tërheqi vërejtën sahabëve, pastaj hadithet e abdesit, pastaj këto ngjarjet këtu, çëse që duhet me pas besimtari ka shit dunjas dhe ahiretit. Dunjas dhe ahiretit. Sepse kjo është ajo që mundet me na mashtru mas shumti. Pushteti, pasuria, bukuritë e dunjas, puna, gjitha janë gjëra që kanë me met në dunja. Ajo që e marrim me vete është një abdes që i kushton në rëndësi, është një namaz vullnetar që fal, është një fjalë mirë që thu, është një sakrificë jotja që e bën për hir të Allahut azza wa jall, çdo kemi marrë me veti. Të cilat pastaj kanë më çutë jeta e përjetshme, që s'ka fund. Nëjtë është njëri e bën matematikën e vet, e bën llogaritë e veta, apo kum qef atje me qenë dikush që mrin gradat e larta, apo dikush që në fund me nxit del pe xhehenamit edhe në fund xhehenetit jeton, apo dikush që s'del pe xhehenamit hiç, kreta janë pastaj zgjedhje edhe llogari të secilit që i bën me veten e tij apo don as po don. Prandaj elusim Allahun azza wa jall që këto mesazhe të na mundsoj me i kuptu që duhet me jetësu në këtë dunja, por me jetu ashtu që ka desht Allah azza wa jall. Elusim atë që mëkatet që i bëjmë, na mundsoj na i fal realisht, të largohemi prej tënve, ato që i bëjmë me dije apo pa dije, ato që i bëjmë në publik apo fshehurazi, gjithat na i fal, ajo është mëshiruesi, ajo është mëshirëploti, nuk ka kush që fal mëkate përveç tij, këto do të më pas parasysh robi. Elusim atë që na udhëzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na forcojnë sunetin e tij, në botën tjetër të na ringjall me pejgamberin alayhis salam dhe grupin e tij, e të na strehojnë në xhenetin e lartë. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilayh.